përse interneti ynë është i ngadalt. Atëherë, mënyra më e shpejtë është duke shkuar tek internet access, do të klikojmë me butonin e djathtë të mausit, do të shfaqen këto dy ikona, do të shkojmë tek network and internet settings. Menjëherë tek Wi-Fi connection ose varet nga mënyra e konektimit që ju do të keni në kompjuterin tuaj, do të zgjedhim properties dhe do të shkojmë tek DNS server assignments. Ne do të editojmë DNS-n. Atëherë, DNS-ja në shumicën e rasteve do të jetë by default automatic. Ne do të shkojmë tek manual dhe tek pjesa e IPv4. Do ta bëjmë on dhe si preferred DNS do të vendosim 1.1.1.1 dhe alternativ DNS 1.0.0.1. Klikojmë save dhe në këtë mënyrë interneti juaj sapo u bë shumë i shpejtë. Subscribe dhe mos e humb videon tjetër.